Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Edhe sot vazhdojmë të hadim dritë me historinë e Karunit. Treguam bisedën e kaluar se Allahu i lartësuar kishte dhënë pasuri të madhe këtij mori, por si pasojë e mungesës së diturive fetare, si pasojë e mungesës së imanit në gjoksin e tij, ky mur ngareu mas pasurisë. Ky mur në vend që tregohej bamirës ka që i kishte dhënë Allahu i lartësuar, filloi të kërkosej, të tregohej mendje madh, madje filloi të prekte ndjenjat e Benu Israilëve, e miskinëve në besën e tyre me pasurinë që Allahu i lartësuar i kishte dhënë. Thot Allahu i lartësuar në fundin e surës Qasas, duke përmendur një fakt të tillë: "Fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi." Doli një ditë Karuni me vesin e popullit të tij, i stolisur, i pispillosur me atë kortezhin e tij, me turproja. I hyrë në karrocën e tij e cila tërhiqej nga hamshorth, i veshur si mos më mirë, i pispillosur me arë edhe me argjeth. Qala alladhina utul ilma قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. Thot Allahu kur e pan ndjenjat e atyre të cilët kërkonin të mirët e kësaj bote u prekën thellë, madje thonë mirë të kërni, sikur na jepej edhe ne diç nga kjo që i është dhënë Karunit. Me të vërtetë ai ka një hise të madhe nga begatia. Kur i dëgjuan fjalët e tilla, në ndartë urtakët çfarë thanë? Wa qala alladhina utul ilma waylakum. Thanë ata cilët u ishte dhënë dituria, mirë për ju. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Shpërblimi i Allahut, pasuria që Allahu i jep atyre të cilët besojnë dhe vepra të mira punojnë është shumë më e mirë se sa pasuria e Karunit. Wa ma yulqaha illa as-sabirun, por se diçka të tillë nuk arrin përveç se sabërlit. Waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Mirë për ju. Shpërblimet, mirësitë e Allahut, pasuria që na jep Allahu është shumë më e mirë për besimdrejtët e për ata të cilët punë të mira punojnë, vetë sikur ta dinit, por se diçka të tillë nuk mund të arrijnë vetëm se sabërlit. Allahu i lartësuar nëpërmjet këtyre ajeteve kuranore na bën me dije se ata të cilët i shpëtojnë mashtrimeve të dunjas janë ata cilët Allahu i lartësuar i ka dhënë dituri fetare, dietarët. Një është e ditur. Ata cilët Allahu i lartësuar i ka ndriçuar me dritën e fesë, me dritën e mësimeve fetare, me dritën pejgamberike. Me të vërtetë, këto persone janë të shpëtuar nga kurthat e dynjas në dynja edhe të shpëtuar në ahiret, të shpërblyer në ahiret nga i madhi Zot. Këto ajete kuranore na kujtojnë një hadith të transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një hadith të vërtet në të cilin Muhamedi ka thënë: "Innama ad-dunya li arba'ati nafar." Me të vërtet dynjan Allahu azza wa jall e ka ndarë për 4 persona, do të thonë për 4 grupe personash. Abdun razaqahu Allahu malan. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman. Ai person në grupin e parë bën pjesë ai person të cilët Allahu i lartësuar i ka dhënë dituri edhe pasuri. Allah i ka dhënë pasuri, ama i ka dhënë edhe dituri fetare, në bazë të cilës e menaxhon pasuri. Fa huwa yattaqi fi malihi rabbahu. Ky person tregohet i devotshëm me pasurinë që Allah i ka dhënë. Wa yasilu rahim, edhe i ruan lidhjet farefisnore, kontribon me pasurinë e tij të ruhen lidhjet farefisnore. ويعلم لله فيه حقا edhe e njeh të drejtën e Allahut në pasurinë e tij. Do të thonë, jep zakatin, jep sadaka nga pasuria që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë atij, tregohet mirëbërës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se kjo kategori personash, ky burr, të cilët Allahu i ka dhënë pasuri dhe dituri fetare edhe e shpenzon pasurinë e tij në bazë të diturisë fetare, është në pozitën më të lartë tek Allahu i lartësuar. فهذا بأحسن منازل عند الله. Ky person është në pozitën më të lartë tek Allahu i lartësuar. Kategoria e dytë, tregon profeti alayhi sallam se është ai burr të cilët Allahu azza wa jall nuk i ka dhënë pasuri, por se i ka dhënë dituri fetare. Wa rajulun ataahu Allahu ilman wa lam yughtihi malan.
ai person, thot pejgamberi, në grupin e dytë bën pjesë ai person të cilët Allahu i ka dhënë dituri fetare, por se nuk i ka dhënë pasuri. Fa huwa yaqul, edhe ai thot vetvete, sikur të më jepej pasuri, la amiltu bi amali fulan, do të punoja, do ta shpenzoja pasurinë time ashtu siç bën filanin. Bëhet fjalë për grupin e parë, për atë burrin e grupit të parë, i cili e shpenzon pasurinë aty ku kënaqet Allahu subhanahu wa taala. Fa huwa bi niyyatihi, thot pejgamberi, ky person do shpërblehet për niyetin e tij. Wa huma fil ajri sawa, edhe këto persona do të jenë të barabartë në shpërblimin e nijeteve të tyre në ahiret. Allahu i lartësuar do t'i ngrejë në pozita të larta, si të parin ashtu edhe të dytin, si pasojë e niyetit të mirë që kishte. Në grupin e tretë tregon profeti alayhi sallam, bën pjesë ato persone të cilët Allahu i lartësuar i ka begatuar me pasuri, por nuk kanë dituri fetare dhe shpenzojnë pasurinë e tyre ku të rru. Nuk ja kanë frikën Allahut të lartësuar. Nuk i ruajnë lidhjet farefisnore. Nuk e shpenzojnë pasurinë e tyre për të ruajtur lidhjet farefisnore, përkundrazi. I prishin lidhjet farefisnore si pasojë e pasurisë. Nëse bëhet fjalë për të ruajtur lidhjet farefisnore ose pasurinë, sakrifikojnë farefisin. Tregon pejgamberi alayhi sallam se njerëz të tillë janë në pozitën më të ulët tek Allahu subhanahu wa taala. Këto persona nuk ja njohin të drejtën e Allahut në pasurinë që kanë. Nuk e japin zakatin, e të mos flasin për sadaka. Edhe në grupin e tretë bëjnë pjesë ata njerëz të cilët nuk kanë as dituri fetare, por nuk kanë as pasuri. Ama kur e shohim këtë personin e grupit të tretë duke shpenzuar pasurinë e tyre sipas çefit, ka kuturu për të kënaqur epshin, për të kënaqur dëshirat personale, thoj, sikur të na jepi pasuri edhe ne do ta shpenzonim siç e shpenzon ky i treti. Tregon pejgamberi alayhi sallam se këto dy të fundit janë në pozitën më të ulët tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj lum për ata persone të cilët Allahu i lartësuar i ka begatuar në dritën e diturisë fetare. Ata persona ja din vlerën, ja din shpërblimin mirësisë të cilën e mbjellin në jetën e kësaj bote. E din se kur e korrin ahiret, e korrin të shumë fishuar, prandaj ngarejnë me mishë me shpirt në kryen e veprave të mira, në shpërndarjen e pasurisë për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, në dhënien e sadakas, në dhënien e zakatit. Lup për ata persone të cilët Allahu i lartësuar i ka ndriçuar me dritën e besimit. Lup për ata persone të cilët Allahu i lartësuar i ka ndriçuar me dritën e diturisë pejgamberike. Ata persone janë të vetmit të cilët shpëtojnë nga kurthat e dinjas. E si tjetë ndryshe. Kur ata lexojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dijeni mirë se jeta kësaj bote nuk është tjetër përveç se lojë edhe argëtim. Lahwun wa la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Nuk është tjetër përveç se stoli. Nuk është tjetër përveç se krekosja midis njëri tjetrit, në shtimin e pasurisë edhe në shtimin e fëmijëve. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Jeta kësaj bote nuk është tjetër përveç se si shembulli i asaj bimës, të cilës kur i bie shiu edhe rritet, edhe hnit bujkun, por me kalimin e kohës, kur rritet, kjo bimë thahet, vyshket, zverdhet, shkërmoqet edhe thehet. Kështu është edhe jeta kësaj bote. Kur njeriu ka takat, kur njeriu është i fortë, kur njeriu i jepet pasuri, atëherë mahnitet me atë çka ka në duart e tij. Por me kalimin e kohës, kur njeriu i vjen vdekja, kur vjen vjeshta edhe dimri i dunjas, kur i afrohet momenti i largimit nga kjo botë, atëherë kupton se çdo gjë i pas ka përngjar asaj pimës, e cila mahnit bujkun, por se nuk ka dyshim se me kalimin e kohës do të zverdhet, do të vyshket, do të shkërvoqet edhe do të mbes këtu, asgjë nuk ka rënë vete. Si mund mashtrohet me ndarë me jetën e kësaj bote kur Allahu i lartësuar thot وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Me të vërtetë, jeta kësaj bote nuk është tjetër përveç se një përjetim mashtrues.
Innama al-hayatu dunya la'ibun wa lahun, me të vërtetë jeta kësaj bote është lojë edhe argëtim, ndërsa ahireti wa innal akhirata la hiya al-hayawan, me të vërtetë ahireti është përjetësia, atje është jeta e vërtetë. Si mund të mashtrohet njeriu me jetën e kësaj bote, kur Allahu i lartësuar na tërheq vërejtin në Kur'anin famlar, se pasuria në jetën e kësaj bote nuk ka peshë, nuk ka vlerë. Thot i lartësuari në surën Zukhruf se walau an sikur njerëzit, sikur besimtarët të mos mashtroheshin, sikur të mos prekeshin ndjenjat e tyre. Thot Allahu i lartësuar, jo besimtarëve do t'u jepnin pasuri pa mas. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Thot Allahu i lartësuar pra në surën Zukhruf se sigurt mos prekeshin ndjenjat, sigurt mos mashtroheshin besimtarët në jetën e kësaj bote. Jo besimtarëve, ata cilët e mohojnë Rahmanin, ata cilët e mohojnë Allahun e lartësuar, do të kishim dhënë pasuri pa imagjinueshme. Thot Allahu i lartësuar, do t'u kishim bërë tavanet e shtëpiave tyre prej ari, po ashtu edhe shkallën në për të cilat ngjiten. Po ashtu dyert e shtëpive do t'u kishim bërë nga ari. Jo vetëm kaq, edhe kulltuçet në cilët qëndrojnë, në cilët prehen. Thot Allahu i lartësuar, do t'ju kishim bërë nga ari dhe nga argjendi. Por me të vërtetë, gjithë çfarë u jepet në jetën e kësaj bote nuk ka vlerë. Jeta e kësaj bote është një përjetim mashtrues, ndërsa ahireti, ai i cili vlen, ai i cili është i përjetshëm tek Allahu i lartësuar, do të jetë vetëm se për njerëzit e devotshëm. Çfarë ndodhi me këtë burr i cili e shpenzoi pasurinë kuturu, i cili e shpenzoi pasurinë për të hap fesad, për të prekur ndjenjat e njerëzve, për të shitur mend, për të treguar mendimallësi? Allahu i lartësuar tregon se ja shafitëm tokën dhe toka përpiu atë me gjithë pasurinë e tij. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Thot Allahu, e shafitëm tokën e cila gëlltitë së bashku me shtëpinë e tij, ku depozitonte thesaret e tija. Edhe askush nuk mundi ta ndihmonte përballë fuqisë të Allahut subhanahu wa taala, as turprojet e tija, edhe as ai vetë nuk mundi ta ndihmonte vetveten. E çfarë ndodhi? وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Të nesërmen, kur e pa llahtarin me sytë e tyre, ata cilët deri dje dëshironin të ishin në pozitën e Karunit, çfarë thanë? Mirë për ne. Tash e kuptuam se Allahu i lartësuar ja jep pasurinë atij që do, edhe ja ngushton riskun atij që do, por se shtimi i pasurisë edhe mungesa asaj nuk është shej që tregon se Allahu i lartësuar e do zotruesin e saj. Laula amanna Allahu alejna la khasafa bina, mirë për ne. Sikur Allahu i lartësuar të mos na mëshirote, Allahu i lartësuar mos na kaplote me mirësinë e tij, edhe ne do ta psonim ashtu si se pshtoi Karuni. Wa ka'annahu la yuflihu al-kafirun, mirë për ne. Me të vërtet, jo besimtarët nuk pas kanë shpëtim. Allahu i lartësuar na bën me dije se e shkatroi Karunin, mbasi Allahu nuk i do mendjemdhejt. Inna Allaha la yuhibbu al-mutakabbirin. Allahu nuk i do mendjemdhejt. Allahu nuk i do ata cilët ngazllehen me pasuri. Allahu i lartësuar nëpërmjet këtyre ajeteve kuranore na bën me dije se pasuria nuk është shej se Allahu i lartësuar të do. Vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith të vërtet urdhon dhe thot: "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin la saqa kafiran shurbata ma'i." Sikur dynjaja të kishte te Allahu subhanahu wa ta'ala vlerën, qoftë edhe sa një
krahi mushkonjës, Allahu i lartësuar nuk do t'ja mundsonte as edhe një glënk ujë jo besimtarit. Por si qihet, Allahu i lartësuar i jep dynjan besimtarit edhe jo besimtarit për ta sprovuar. Lum për atë person i cili e lexon fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Shembulli i atij i cili shpenzon për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala duke i bërë mirë të tjerëve, i përgjan shembullit të një fare prej së cilës mbi një kërcjell, në të cilën dalin 7 degë, edhe nëse cilën prej këtyre degëve Allahu subhanahu wa ta'ala jep bereqet, jep begati nga 100 farë. Ky është shpërblimi i Allahut subhanahu wa ta'ala për ata persona të cilët shpenzojnë në rrugën e Zotit. E shpenzojnë pasurinë e tyre 1 në 700 fish. Shpërblim i jashtëzakonshëm, të cilën besimtari bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala do ta marrin në jetën e avëshuar, atëherë kur pasuria dhe fëmijët nuk kanë vlerë. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. A ditë të Allahu i lartësuar, pasuria e kësaj bote edhe fëmijët nuk kanë vlerë. Vlerë ka vetëm ai person i cili e takon Allahu subhanahu wa ta'ala me zemër të pastër. Vetëm ai person i cili ka bërë vepra të mira në jetën e kësaj bote, edhe synimi i tij ka qenë shpërblimi i ahiretit, kënaqësia e të Madhit Zot.